themi mbikëqyrëse për deputetët e tyre. Kur të konstituohet kuvendi, ju mundeni brenda ditës ta votoni edhe qeverin, ta thirrni në seancë jashtëzakonshme dhe të votohet kabineti qeveritar po atë ditë. Thyhet ky ngërçi politik edhe e kemi shumë lehtë që të vendosim tutje. Shumë lehtë masi të kemi konstituar kuvendit, të kemi kryetarin dhe nënkryetarët, edhe të vazhdojmë tutje. Çka e pengon vetë vendosin të diskutoj edhe tash me deputet saktu? Ne diskutojmë. Kjo është arsyeja pse ne kemi kërkuar pra, jeni në kërkim aktualisht të deputetëve për ta bërë shumicën. Ajo është legjitime që të diskutosh me deputetët dhe të kërkosh votojnë, sepse dhe si keni aktualisht? Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës obligon secilin deputet që të jetë i përgjithshëm edhe të votojë, po ashtu thotë se deputetët obligohen që të gjejnë zgjidhje. Kështu që ne gjithë obligohemi që të gjejmë zgjidhje. Është shumë legjitime që të flasim me të tjerët dhe t'i kërkojmë që ta mbështesin kandidatin ton. Mirë po prapë them që shumë lehtë që ne të shpërfillim rregullat edhe praktikat parlamentare, edhe të lëvizim tutje, sepse është lehtë tani, mirë po në të ardhmen mundet me pas pasoja, cilat ne nuk do të dëshironim që t'ja lëmë barë kujdo që vjen pas neve në proceset politike të Kosovës. A pritni diçka prej gjykatës kushtetuese ta sqaroj, ta jep një përgjigje më konkrete proceduralisht se si të shkohet në këtë situatë, apo thjesht jeni në atë pritjen e ndryshimit qëndrimeve potenciale politike? Po, gjykata kushtetuese nuk mund të dalë përtej Kushtetutës Republikës së Kosovës, nuk mund të japë interpretim ndryshe prej aktvendimit të vitit 2014, mund të tregoj se nuk ka shumë çfarë mund të jep gjykata kushtetuese në këtë drejtim, sepse janë përcaktuar, ndonse nuk janë përcaktuar saktë dhe drejtë, se cilat janë hapat nëse gjendemi në një situatë që jemi aktualisht tani, për shembull. S'ka përgjigje për ndryshimin e formës votimit, s'ka përgjigje për shumë çështje ka vakum sa i përket kësaj. Gjykata kushtetuese besoj që do të konstatoj që ndryshimi i formës votimit është e lejuar, sepse kushtetutat e vendeve të tjera, pra nëse shohim vendet e tjera në Evropë, nëse marrim për shembull Britaninë e Madhe, është e përcaktuar që kryetari i kuvendit i parlamentit britanik zgjedhet përmes votës së mbyllur nëse ka një kandidat, votës së hapur nëse ka një kandidat dhe votës së fshehtë nëse ka më shumë kandidat. Mirë po ka pasur raste kur kjo procedurë është ndryshuar dhe në vitin 2019 është votu kryetari i kuvendit edhe pse ka qenë vetëm një kandidat me procedurë të fshehtë, sepse kanë menduar se është më legjitime, më e drejtë dhe siguron më shumë hapësirë deputetëve. Është e ngjashme me Kosovën, sepse ju mund të kandidoni 2 persona për kryetar të kuvendit. Nuk është e ngjashme, sepse po them se rregullat e tyre janë përcaktuara më saktë.